Ndëgjone, historien e një hafizit dhe një nane e cila e mësoi Kur'anin dhe e humbi nga memoria. Në Medinën e Rasulullahit po përpiqej m'ia mësu Kur'anin, edhe ndëgjoni ju prind të dashur, mësoni fëmijëve Kur'anin, se nëse nuk e mësojnë Kur'anin kanë më mësu shejtanin. Kanë me mësu internetin, kanë me mësu Facebookin, rrjetet sociale dhe kanë me autollovit moralin, ndjenjën, shpirtin, rrugën, se në gjenë ka Zoti. Kur'ani të udhëzon në rrugën e sigurt çka është. Dhe kjo nan me një kohë të gjatë ja mëson fëmijës së vet Kur'ani, dhe një ditë para përfundimit ban një aksident dhe djaloshi që e ka mësu Kur'anin e humbi nga mendja. Nga memoria e tij e hupi. Dhe ky aksident çdo sen e shtini që me harru Kur'anin në mendjen e tij. Ajetet I kishte harru, shumë sakrificë nana me djalin duke ja mësu Kur'anin familjarët, dhe një ditë u lodh dhe tha: "Oj nan, mos e mundo se s'm punon truni, s'muj më shumë." Nana e meqme heroine, luftarake, nuk nalet. Walladhina jahedu, jihad. Luftojnë në rrugë, u mundu mi mësu këtë Kur'an fëmijës për së të dyti. Insistoj, dashuri, bindje, s'munët pa e mësu, ka me mësu Kur'anin. Edhe në atë gjendje, tha biri të vetë, ndëgjone me vëmendje: "O bir, nëse e ke mësuar një herë këtë Kur'an, Allahu ka më ta mundësu, apet me mësu këtë Kur'an." Pastaj tha bir, nëse mendja jote e ka haruar këtë Kur'an, zemra jote e din rrugtimin ka Zoti dhe ki me mësu këtë Kur'an me zemër. Dhe pas këtij momentit, nana afër 7 vite me radhë ja mësoi Kur'anin dhe për s'dyti me sakrificën e madhe përfundoi dhe dul mbi në para komisionit. I tha: "Komisionit unë nuk dal pa nanën tem komision." Tha: "Çka është kjo? S'munët." Tha: "Unë nuk dal." E vetë në arsyen pse, tha se nana më mësoi Kur'anin. Nana më mësoi Kur'anin për herë të parë me në mendjen time. Pastaj kur më shly, nana më instaloi apet Kur'anin me ndihmën e Zotit në zemrën time. Unë jam me Kur'anin 11 vite me radhë. E zguxojnë këtë moment nanën larg me pas. O prind të dashur, në këtë kohë të fitness, mësoni Kur'anin fëmijëve. Se janë drita e shoqërisë tonë, s'ka ardhmëri pa Kur'an, nuk ka përpjekje pa mësimin dhe instalimin e fëmijëve Kur'anit. Hafize 9 vjeçare, 13 vjeçare, është mucize me mësu Kur'anin, pas se ky libër I Kur'anit mësohet, se Allahu ka thënë Kur'anin familjar, ne e kemi bërë të lehtë këtë Kur'an. Kush don me lecu rrugën e xhenetit, rrugën e kësaj dynjaje, me pas lumturinë dynja dhe në ahiret, mësoni Kur'anin. Nuk ka prind më të mirë se ata që ja mësojnë Kur'anin. Nuk ka muhafiza dhe muhafiz që bëjnë luftën më të madhe se më ja mësu Kur'anin, se ky shembull ka mesazhin e rikthim pas humbjes. Forca e besimit e bën të pamundur dhe durimi në rrugë të Zotit është dhurata më e madhe. Prandaj insistimi kësaj nane dhe shumë prindërve nuk ka sukses pa insistim. Pse nuk falemi na një herë? Na insistojmë sa herë mu falemi, thënë Allahu te Rabbana ighfirli, o Allah falna, o Allah jep na xhenetin. Çdo xhumë, çdo ditë I thojnë Allah na jep xhenetin. Allahu ka qef me insistu. Nuk ndërtohet suksesi dhe xheneti pa insistim. Kërkoni të mirat e Allahut.